إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلال في النار أما بعد Lëzër, gjematli, ne jemi duke jetuar në ditët më të mira. Në ditët ku vepra është më e dashur të Allahu subhanahu wa ta'ala. Ditët më të mëdhoja të vitit, që janë të Allahu subhanahu wa ta'ala dhe që kanë pozit të lartë. Këto ditë janë ditët e Dhul-Hijjës. Sot ne jemi dita e 3 e Dhul-Hijjës. Dhe besimtar duhet të dinë këtë vlerë të madhe që Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka mundësuar që të jemi gjallë e mirë, që ne këto ditë, këto orë t'i shfrytëzojmë. Ata të cilët kanë ditë t'i shfrytëzojnë këto 2 ditë që kanë kaluar, atër duhet të shtojnë dozën e tyre në vepra të mira. Ata të cilët kanë ngecur mrapa, duhet patjetër që të fillojnë të aktivizohen, që të fitojnë shpërblimin të madh të Allahu subhanahu wa ta'ala. Këto ditë i ka lufdruar Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an dhe thot wal fajr wa layali al-ashr. Allahu subhanahu wa ta'ala ka bobe pa shagimin dhe natët. Ibn Kathiri rahimahullah thot që këto janë ditët e Dhul-Hijjës, ditët më të mira, këtu është qëllimi. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an wa yadhkur ismallahi fi ayamin ma'lumat. Këto që të përmendni Allahun subhanahu wa ta'ala në ditët e caktuara, në ditët e hajit të Dhul-Hijjës, 10, 11, 12, 13. Këto ditë janë që ne të përmendmi Allahun subhanahu wa ta'ala. Nuk ka vepra më të dashura, më të mira se sa në 10 e Dhul-Hijjës. Tëri sa e kanë parashtruar pyetjen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i kanë thonë: "Ja Rasulallah, këto ditë, këto vepra të mira që bën në Dhul-Hijjë, as gjihadi në rrugën e Allahut nuk mund të arrije,
as mujahidi i cili është në front nuk mund të arrijë, ka thënë as xhihadi në rrugt të Allahut. Përveç se nëse del një mujahid me mallin e tij, me shpirtin e tij, del në front, nuk kthehet as pasuria, as shpirti. Ky person mund të kalojë në dheqin e Dhul-Hijjes. Do të thotë, paramendoni o vëllezër se çfarë mirësie na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala në mesin e shkupit, në klim, në rahati, në bollok, në mirësi, në qetësi, në siguri, ta ka mundsuar Allahu që ti të marrish vlerën e një mujahidit. Paramendojni. Duke nejtë në klim, duke pas barkën në ngopur, duke qenë në siguri dhe mos me shtu ibadetin dhe veprat e mira, wallahi me të vërtet, nëse nuk dim të shfrytëzojmë, jemi në humbje dhe do të humbim. Paramendo, Allahu subhanahu wa taala çfarë mirësie na ka dhënë neve, që ne të bëjmë vepra të mira, që ti të marrish shpërblimin të cilën është shumë i madh te Allahu subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka ardhur nga Ibn Omer radhiyallahu anhu, që thotë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë ditë shtonja shumë fjalën duke thonë la ilaha illallah, tehlilin wa takbirin wa tahmid, duke thonë Allahu akbar dhe duke thonë alhamdulillah, duke falendrua Allahun, duke madhrua Allahun, duke njësu Allahun subhanahu wa taala. Said ibn Jubair rahimahullah, kur hinshin dheqi i Dhul-Hijjes, atë shumë që bojnë ke ibadet, atë shumë që angazhojke vetën e ty me adhurim dhe Allahut subhanahu wa taala, tëri sa aj nuk mujnë këtë rije në kam, tëri sa atë e lëshoj këtë takati i ti, tëri sa e shifte që mon nuk shkon. Paramendojni sa ibadet kanë bo selefi radiallahu anhum. Në një transmetim tjetër, thoj ke ki burr i madh, mos i shimni fenerat e juj, natën e dheqit të Dhul-Hijjes, do thot, qoni dhe bojni namaznate, për shkak se janë ditë të mdhoja, janë me pesh dhe janë të dashura të Allahu subhanahu wa ta'ala. Ibn Hajeri rahimahullah thot, atë që pesha që ka daluar Allahu subhanahu wa ta'ala dheqin e Dhul-Hijjes, për shkak se në këto ditë, në dheqin e Dhul-Hijjes, po takohen nonat e adhurimeve. Nonat e adhurimeve, do thot takot namazi, agjërimi, sadakaja, haxhi, krejt këto peskushtët e Islami, po i takon me një vend, atëherë ai që nuk din me shfrytëzo, mirë për atë. Mirë për atë. Haxhilert në haxh, ditën Arafatit, ato në Arafat, besimtarve që s'janë në Arafat në haxh, ju ka dhënë hapësira, ju ka dhënë mundësiat që ta agjerojnë, pastaj vjen thera kurbanit, adhurim, lexim Kur'anit, istighfar, do të paramendoni gjithë të mirat e Allahut subhanahu wa ta'ala, takohen, bashkohen në këto ditë, për këtë arsye kanë peshë të madhe. Është pyetur Shejhi Islami ibn Taymija rahimahullah për dheqin e Dhul-Hijjes, edhe ka thonë cili është më i mirë, 10 ditët e Dhul-Hijjes apo dheqi i natëve të Ramazanit. Ka thonë rahimahullah, ditët e Dhul-Hijjes janë më të mira se sa 10 ditët e fundit të Ramazanit, kurse natët e Ramazanit janë më të mira dheqi i fundit se sa dheqi i natëve të Dhul-Hijjes. Kështu që ne si besimtar, atëherë të mundohemi të shfrytëzojmë këtë kohë që mos na e marrën gjërat e kota kohën dhe ne kalojnë ecin shpejt ditët dhe pastaj thon sikurse të kisha vepruar kët, sikurse të kisha bërë kët. Ulemat e dinit Allahut subhanahu wa taala kanë rënë në pajtim me këtë mendim që ka thonë Shejhi Islam ibn Taymija rahimahullah. Atëherë ne si besimtar, cilët veprat janë më të preferuar në këtë dheqin? Çfarë duhet të bën besimtari? Në cilët vepra më shumë të përqendrohet? Pikë pari në kohët të shtrenjta, në kohët që kanë vlerë. Atëherë pikë pari ne duhet bëjmë tobe te Allahu subhanahu wa taala. Të kërkojmë falje te Allahu subhanahu wa taala, se ne jemi njerëzit që gabojmë. Ne jemi njerëzit që bëjmë gjunahe. Ne jemi njerëzit që s'ja vëmë mendën ndonjëherë, por ka mundësi që ajo vepër as që ta bjeni bela.
Ka mundësi që shkel një normë prej normave të dinit të Allahut, ta ngren Allahu bereqetin në pasurinë tënde, rahatin në familjen tënde, dashurin në mesin e familjes tënde, mos rahatia, shqetësimi, belaja, të lashe të ndryshme, por ne çdo herë arsetohemi ja prej sihirit e kemi, ja prej mësyshit, ja prej hasedit, asnjoni nuk thot prej gjunaheve, a ka mundësi të jetë prej mëkate dhe prej gjunaheve. A ka mundësi tjetë ki gjuna, unë vetë se hapa TikTokin, dol diçka keq. Pse s'ndalesh të mendosh se ka mundësi këtu është kanë belaja, që ka pas syri jot shpejt diçka, apo ka dëgju veshi jot diçka. Pse nuk ndalesh të akuzish vetën tënde, që mos është do një prej gjunave tuaja që ke stagnuar. Ne si besimtar duhet ndalni të meditojmë mirë, të marrmi të analizojmë mirë veprat tona, për shkak se Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir." Çfarë do që t'ju ndodh në juve, në isprov, në të lashe, është rezultat dhe sukses i duarve të juaja. Por Allah është që falë prapë shumë. Allah ka rahmetin e madh. Vetëm a ka kush kthehet te Allahu? A ka kush drejtohet te Allahu? A ka kush i çon dorë nga qiell thot: "Ja Rab, u pendova. Ja Rab, kthena te ti. Ja Rab, kam gabuar. Ja Rab, kam shkel norma tuaja. Ja Rab, kam bë këtë dhe këtë, por unë prej sot e tanej pendohem dhe kthehem te ti." Këtë don Allahu. E ne tash e kemi shansin, tash e kemi tereni, tash e kemi momentet ku ne mujmë të kthehemi te Allahu dhe të bëhemi njerëzit të mirë te Allahu subhanahu wa taala. Se gjunat janë të rrezikshme. Gjunat lyn rolin e helmit. Ke pa helmi çka i bën trupit? E mit njeriu, e shkatron, shpërndohet shpejt në gjatë. Si të vërrejmë që dikush u ka helmuar, apo një baskit të drishkur, shpejt orientohesh në spital. Pse? Se helmim, të kafshon qeni, helmim, shpejt spital. Pse? Se ka mundësi që ai helmim të jetë vdekjepruese. Edhe mëkatet janë një. Mëkatet të cilët bën nëse dëpërtojnë zamër, ato ta shkatrojnë imanin, ato ta dobësojnë zamrën, ato të bëjnë gradualisht ta bën sherrin mëkati ashtu si ta bën helmi. Pastaj mëkati është i çuditshëm. Nuk mjafton njeriu me një mëkat. Mëkati është zinxhir, e krejnë njëri tjetrin, derisa ti të dobësohesh, e pastaj dorëzohesh, e pastaj nuk jenë mesin e xhamatit, e pastaj nuk jenë mesin e ligjëratave, pastaj nuk jenë mesin e besimtarëve. Lusmi Allahu subhanahu wa taala që Allahu të na ruaje nga çdo gjuna, ke i madh apo ke i vogël. Njeriu përket duhet të shfrytëzon tobe, istighfar, të përmendurit Allahut shumë në këto ditë që tentoje që ai ta ruaje imanin e vet dhe të bëjë një të ripërtrije imanin në këto ditë. Lusmi Allahu subhanahu wa taala që Allahu të na jep sukses në këto ditë dhe të lidhë zamrat tona për xhamiat dhe për veprat e mira. Allahu ju nderoft. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. جماعة nderuar, ne si besimtar duhet të kujdesemi shumë. Ne të cilët vijmë në xhami dhe falmi namazin dhe tentojmë të bëjmë vepra të mira, ne duhet të jemi urnak për të tjerët, model, që përdore edhe ato të tjerë të vinë pas nesh, edhe ato të lakmojnë që të jenë nesër në saf bashkë me ne, në aktivitetet fetare bashkë me ne, që nesër ne të jemi model dhe të kemi rahati së bashku në familje dhe në shoqëri. Prej veprave të cilët duhet besimtarit të shton është agjerimi nafile që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që njëra prej grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kanë treguar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e kalon asnjëherë agjerimin 3 ditë në muaj. Do të thotë që ne tash janë hapësirë që të agjerojmë nafile.
Kush ka mundësi të hanë të ente, kush ka mundësi një ditë po, një ditë jo, e sidomos ditën e Arafatit. Për shkak se shpërblimi është i madh, fitimi është i madh. Mos flasna për leximin e Kur'anit, i cili është udhëzim për të devotshmit. Por na kemi harruar librin e Allahut, kemi lexuar dhe jemi angazhuar me gjëra tjera, duke na mbashtruar shejtani se ka diçka vepër më të mirë se sa leximi i Kur'anit. Kur'ani është diçka, fjala e Allahut, që ta zbut zamrën, shërim për ignorancën tonë, shërim për smundjet shpirtërore, shërim për smundjet fizike, shërim për ignorancën, shërim për çdo send, që të udhëzon. E me këtë libër pak jemi duke lexuar, pak jemi duke u marrur me këtë libër. Për këtë arsye, si besimtar duhet patjetër ne që të lidhmi zemrat tona me këtë libër. Pastaj është sadakaja prej veprave të mira në dhjeqin e Dhulhijhes, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar dhe na ka treguar për vlerën e sadakas, për ato mirësi që është çështja e sadakas, që thot Ibn Qayyim rahimahullah, është që edhe qafiri e një njeri prishur, edhe jo besimtari, nëse jep sadaka, ka efekt të hatashëm. S'po folna për besimtarin. Ibn Qayyim al-Jauzi cek edhe njerin e prishur, edhe njerin e devijur, edhe jo muslimani, nëse jep sadaka, është një çështje e madhe. Është që e sheh njeri vet efektin me sitë e tij. Mos lasna për shpërblimet edhe për shumë fishimin që na jep Allahu subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çështjen e parë që na është obliguar është çështja e namazit. E fundi, vasieti i fundit e ka në pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është namazi. Kjo është shumë e rëndësishme. Në namazin e kena lënë pas dore. Në xhumat alhamdulillah xhamiat mbushën plot. Kohët e namazeve tjera, brenda ditës se njerëzit të angazhuar me punë, por yatsia, sabahi, në këtë dheqin beret të shtojmë ibadetin, të lidhmi zamrat. A dini pse? Se ka një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që transmeton Ahmedi rahimahullah, thotë që Islami do të rënohet nije, fije, apo dispozit. Çdo herë thotë që do të rënohet një dispozit, një rregull, do të kapën njerëzit për tjetrën mbrapa. Thot e para që do të zgjidhet kjo nija apo do të rënohet, është mos gjykimi me ligjin e Allahut. Anash feja, gjykimi me ligjin e Allahut anash. E para që do të ngritet është që nuk do të gjykojnë njerëzit me librin e Allahut. Pastaj e funda që do jese është namazi. Allah i na ruajt. E tash ne e dim që gjykohet në përgjithësi në botë. E për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se nije, dispozit. Për shembull dikush thot, hoq krahasim, a më mirë me fund të shkurt, a më mirë me pantallona? A më mirë me pantallona apo me hallonka? A më mirë kështu apo kështu? Gradualisht do thot të rënuar. Shiko, paket ti rënon. Sa të më mirë çështu sa çështu, dhe e rënon dinin e Allahut subhanahu wa taala. A nuk është e vërtetë? Është e vërtetë. Çdo sa kur t'ja bësh, po shiko këtë, më mirë çështu se çat. E për këtë arsye na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kështu ka për të rënuar Islami, dini i Allahut, çdo sen që të rënohet, çdo dispozit që të hiqet dhe nuk zbatohet, do mundona në më ka për tjetrën. Më njërë për tjetrën. E pastaj kur do të vjetë zëllumi, ta na dëshosh diçka që është më lehtë, do kafësh për atë më të voglën. E pastaj më të voglën, pastaj kur dëshosh veten tonë dhe je larg kornizave të dinit të Allahut. Lut Allahu subhanahu wa taala që Allah të na falë mëkatet tona. Lut Allahu subhanahu wa taala që Allahu të na pranon veprat tona. Lut Allahu subhanahu wa taala që Allahu të lidh zemrat tona për këtë din. Lut Allahu subhanahu wa taala që Allah të na falë mëkatet tona dhe të na bashkon në xhennetul firdaus. Wa aqimus salam.